Kur vjen puna për të bërë biznes, Donald Trump i ka të qarta idetë dhe politikat e tij në Ballkanin Perëndimor. Në këtë frym mund të interpretohet edhe vizita e djalit të tij Donald Trump Jr. në Beograd, ku prit me qëllim të kuq nga Aleksandar Vučić. Në Beograd, Trump ka interesa në projektin për ndërtimin e një kompleksi kullash në zonën ku ndodhej shtabi i përgjithshëm i ushtrisë jugoslave, që u bombardua nga NATO gjatë luftës së Kosovës. Por veç Serbisë, Trump mund të përfshihet në interesa direkte biznesi, edhe në Shqipëri, nëse do zyrtarizohet projekti për ndërtimin e një rezorti me vlerë 1.5 miliard dollar në ishullin e Sazanit. Dallimi është se në Serbi projekti i Trumpit është në fazë më të avancuar, ndërsa në Shqipëri nuk është konkretizuar ende juridikisht. Këto janë politikat më të qarta deri më tani të presidentit amerikan për Ballkanin Perëndimor, sa u takon qëndrimeve politike për sigurinë apo investimet amerikane në rajon. Qëndrimet e tij janë të panjohura. Rrethi i ngushtë i Trumpit nuk e fsheh se Beogradi i lidhur me Moskën është i preferuari i presidentit në Europën juglindore, ndërsa reagimet ndaj kërcënimeve eventuale për destabilizime për jashtim të deklaratës së Marco Rubios ndaj Dodik kanë qenë të vakta. Kjo me të drejtë ngre pyetjen se nëse presidenti Trump braktis Ukrainën, një nga aleatët më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara me kaq lehtësi sa po bën tani, si do t'i trajtonte shtetet e vogla të Ballkanit si Bosnia apo Kosova.